Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin informativ të orës 14 këtu në Blu Televizion, ku do të ndjekin zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nisi me aktualitet. Tregtarët e tregut të madh në Vlorë kanë dalë në një protest përpara bashkisë në mëngjesin e kësaj të hëne. Ata protestojnë për mbylljen e tregut në qendër të qytetit, ndërsa janë shprehur se nuk janë kundër rehabilitimit të tregut, por se nuk është ofruar një zgjidhje konkrete për të ushtruar aktivitetin e tyre. Tregtarët e tregut të madh të qytetit të fruta, perimeve dhe konfeksioneve kanë dalë në protestë përpara bashkisë së Vlorës. Ata kundërshtojnë mbylljen e tregut në qendër të qytetit, i cili pritet të rehabilitohet si pjesë e një projekti për rikualifikimin e zonës pranë sahatit. Në deklaratat e tyre, tregtarët shprehen se nuk janë kundër rehabilitimit të tregut, por theksojnë se nuk është ofruar një zgjidhje konkrete. Ata janë dakord që tregu të rikonstruktohet, por kërkojnë një vend të përshtatshëm ku të ushtrojnë aktivitetin gjatë kësaj periudhe. Sipas tyre, vendet e propozuara nga autoritetet janë shumë larg dhe pa klientel. Tregtarët paralajmërojnë se protestat do të vijojnë pasi kanë marrë mall me vlerë të konsiderueshme dhe rrezikojnë të mbetet stok. Ata kërkojnë një zgjidhje të menjëhershme dhe një takim me kryebashkiaken e Vlorës. Gjithashtu, shprehen se do të bllokojnë rrugën nëse nuk do të zhvillohet një takim me drejtuesit e bashkisë. Që në të 7, në të 100, në të 200, i kemi bërë nëre në krah me të gjitha gjërat. Ne të vapit, i kemi përcaktuar të gjitha gjërat. Po jo kështu fare se qyna e madhe. Po s'ke frikë nga ne. Ne vajtëm në punë, sot na mbyll dera. Po për çfarë arsye? Se kuptoj pse. Po nuk lejojmë më pse. Na vjen kur të kontaktojmë me policat, se policat janë njerëzit tanë. Është turp i madh zotëri. Të lutem më zonjë, nuk kemi nevojë për të bërë këngë valle, ne atje, si e bëm ti. Ne kemi nevojë atje të vish tek mua në treg, siç vjen kur merr votat, me 200 ushtana mbrapa, atë tek mua për hallin që kam unë. Zotri, pse do të heqëni, do të heq vllazë, ti nuk e meriton të rish këtu, po. Unë ku do vete? Për ta këto vendi, e ti unë çfarë të bëj? Normale, sa para të egra, gjëna e madhe. Çka ka propozuar bashkia? Pa më thonë një moti çka ka propozuar? Këm një më thoj moti. Ku? E ti gjë? Na thoj një. Po kush është pra ma thej mua, të lutet ardhjo të do flasim, do kuptoj mi bashkë ty. Shko, unë do të flas edhe me kokë edhe me këmbë, se këmbë më mban kokën mua. Të lutem 100 herë. Më thoj mua ti çka ka përcaktuar bashkia për mua. Ku? Pa më thoj një. Do të ku na nxiti mund ka të bashkë. Më ka thënë mua, po jallia, po aty të bëj bashkë. Çka ka të jallia? Ka bëna një godinë të bukur të jallia? Ku luar aty? Ma më shkuan të atje, nuk vete asë njëri, që do makinë të vijë atje. Na kanë hedhë në rrugë, janë 350 tregtarë që i lë pa bukë. Kërkojmë një zgjidhje, na bëj treg tjetër. Na ka hedhë në rrugë, kemi miliona lek mallë, e kemi blokuar brenda. Lajmëruar po zgjidhja nuk na dha. Na bëj treg tjetër, jemi dakord qyteti të zhvillohet, por Çfarë propozojnë? Propozojmë që na jepet zgjidhje, na bëhet treg tjetër që të punojmë të shesim mallin, sepse kemi miliona lek mall, në atë mall ushqejmë fëmijët. Hajde në rrugë, pse proteston? Për bukën e gojës fëmijëve po protestojmë. Hajde në rrugë. Kemi fëmijët në për shkolla, për shumë me çfarë do i paguajmë, dyqanet i kemi me qira. Na thanë do rinë dyqane, s'po na lën. S'po na lën të vëmë të shikojmë mallin. Atje kemi me miliona mall pardi e vajta në Tiranë, se dinim që do vinte kjo me njerë për 24 orë. E bllokuan. Nuk dim çfarë të bëjmë. Ku të vëmë? Ja urdhërohet, na thoni ju ku të vëmë. Nuk është këtyre. Kjo është e popullit. Nuk na lën. Këto dy kryetare që kanë mbyllur dyert ka bërë si burgu 313. Ta hapi derën të presi popullin. Ta hapi. Po kështu është kur zgjidhet se kjo nuk është bashki. Këtu është komiteti ekzekutiv. Kjo është emëruar, jo e zgjedhur. Çfarë ka pret popullin? Të presi popullin që të... Ne kemi ardhur që na kanë hedhur në rrugë. Jemi pa punë, pa bukë. Ne jemi prag pensionit, njëri sa vjen në punë, tash ka një zgjidhje. Ne tregon mas këtu, në sahat. Çfarë do të thonë? Do thonë që ikni. Do bëhet ndërtime, po dim që do bëhet. Jemi sot për protestuar përfundet sepse erdhi një urdhër sot duke qenë ditët në vijim, kanë thënë që dyqanet që janë ekzistues do punojnë, edhe vinë sot, bllokojnë komplet rrugët e hyrje daljet edhe nuk na lejojnë të hapin qeperin. Për çfarë arsye? Duke thënë se
Dyqanet do qëndrojnë, të gjithë tregtarët kanë bërë furnizimet si gjithmonë. Tani vinë sot papritur dhe na nxjerrin me forcë, thonë nuk lejohet vjen nuk e di çaj. Është lënë të heqë mallin. Malli nuk e pse ta heqë, duke thënë ai ty që duke na thënë që dyqanet do rinë, të gjithë tregtarët që janë me dyqane kanë bërë furnizim si gjithmonë. Tani vinë papritur na thonë është pa drejt. Dhe prandaj që jeni lajmëruar pak 12 para. Jemi lajmëruar, po është lajmëruar, por dyqanet kanë thënë që do qëndrojnë, nuk do cënojnë. Punimet do bëhen, por dyqanet do qëndrojnë. Edhe ambulantët do sistemohen diku. Edhe të gjithë tregtarët, siç e thash, kanë bërë furnizime si gjithmonë. Atëherë si vjen papritur sot e thot na asnjëri nuk do hapin çepene sepse jo do ai gjopi historia. Kjo është akti fundit që ne ardhëm këtu se na thanë do rinë dyqanet. Edhe kjo motra që është atje që shet në tezë nga duhet të sistemohet. Edhe unë e tjetri. Kam 20 ditë pagoj licencë për këtë punë. Ai s'mund të futem të marr mallin, jo më të punoj. Çfarë ambientesh keni? Keni dyqan apo? Kam dyqan, pagoj qiran për këtë gjë. S'na lënë të hyjmë brenda, e kam bërë me gardë me çaj janë ato, atje me policia. Nuk flet dot se të merr për krau të çon në polici. Ka qenë njoftimi i bashkisë për ambulantët apo edhe për ambulantët? Për ambulantët, dyqanet na kanë thënë do rinë. Dyqanet do qëndrojnë. Tani ne s'po na lënë në dyqan. Edhe për këto motra tonë që janë atje në shesh, duhet të punojnë. Ne nuk jemi kundra tregu le të bëhet. Ne duam të drejtat tona, ne duam të punojmë. Mos ri policia atje. Duam të punojmë të qetë, nuk duam të jemi të stresuar. Paguajmë gjitha detyrimet e shtetit, edhe shteti të na përgjigjet. Jo të na marrë sot e të na flak në rrugë. Se jemi të gjithë për një qëllim atje. Maro, sa pagon qiran? 400. Unë kam 2 dyqane, zotri. I prishi i bëri rrugën Alim Xhelos. U hoqi tëndat, po dyqanet nuk i hoqi, atje funksionuan. Po dhe ne pranër funksionoj. O vlla, se erdhi njëri për të blerë shfati jonë, është rrezku jonë, po jo të mbyllën derën ti, me policat mos futem dot brenda. Heq nga puna 500 tregtarë dhe mallin e tyre dhe populli të vlorë si të drejtën e tyre që i takon. Tregtarët deklarojnë se do të vazhdojnë protesta deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Ata pranojnë se kanë mallra me vlerë të konsiderueshme dhe se situata aktuale po shkakton dëm ekonomik. Ndërkohë tregtarët kanë kërkuar të hyjnë në ambientet e tregut duke sjellë dhe përplasje me efektiv të policisë bashkiake dhe policisë së shtetit. Kryetari i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi ka zhvilluar një leksion të hapur me studentët e Departamentit të Drejtësisë në Universitetin Ismail Qemali. Sadushi ka relatuar para studentëve mënyrën se si duhet të funksionojë drejtësia, por dhe detyrat dhe parimet që duhet të ketë një jurist, teksa tha se të rinjt janë ata që do ta çojnë drejtësinë përpara në një tjetër stad. Në sallën Ali Aslani të Universitetit Ismail Qemali të Vlorës, kryetari i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi ka zhvilluar një leksion të hapur me studentët e Departamentit të Drejtësisë. Sadushi ka relatuar përpara studentëve të drejtësisë mënyrën se si duhet të funksionojë drejtësia, por dhe detyrat dhe parimet që duhet të ketë një jurist. Sipas tij, reforma në drejtësi ka qenë fillesa e drejtësisë së re të reformuar, ndaj është e rëndësishme që brezi i ri e ardhmja e drejtësisë të kuptojë si funksionon ligji, pasi do të jenë studentët ata që nesër do të kenë besimin e qytetarëve. Duke shpjeguar se si kryhet misioni i rëndësishëm i një juristi, kreu i Gjykatës së Lartë thotë se juristi nuk formohet nga çfarë di, por se si e përdor atë dhe kjo kulturë gjyqësore sipas tij formohet që në auditor. Ai shprehet i lumtur që është në Vlorë përpara studentëve, teksa thotë se të rinj duhet jenë ata që ta çojnë përpara drejtësinë në një tjetër stad. Juristi i ri përballë drejtësisë së sotme, dije, integritet, përgjegjësi. Nuk është një temë rastësore, ajo lidhet drejt për drejt me një pyetje që çdo student i drejtësisë duhet ja bëj vetes që në fillim. Çfarë do thotë të jesh jurist në shoqërinë e sotme? A mjafton të njohësh ligjin? A mjafton të dish dispozitat? A mjafton të zotrosh teknikën juridike? Apo profesioni i juristit kërkon diçka më shumë? Karakter, përgjegjësi, ndershmëri intelektuale, kurajo dhe ndjeshmëri ndaj drejtësisë. Unë besoj se përgjigjja është e qartë. Juristi i mirë nuk formohet vetëm nga ajo që di, por dhe nga mënyra se si ai e përdor dijen e tij. Drejtësia sotme është një drejtësi në dinamikë, një drejtësi në lëvizje. Ajo përballet me pritshmëri të mëdha publike, me kërkesa për shumë eficiencë, më shumë cilësi, më shumë transparencë dhe më shumë besim. Sistemi ynë i drejtësisë ka kaluar dhe vazhdon të kalojë procese të thella transformimi.
Reforma në drejtësi ka ndryshuar institucionet, mekanizma kontrolli, karrierë gjyqësore dhe standarde përgjegjësie. Megjithatë, asnjë reformë, sado e rëndësishme të jetë në nivel institucional, nuk mund të ketë sukses të plot nëse nuk shoqërohet me formimin e një kulture të re juridike. Kjo kulturë nis këtu, në auditor, në universitet, në mënyrën se si studenti mëson të lexojë ligjin, të kuptojë konfliktin, të ndërtojë argumentin dhe të respektojë të vërtetën. Më pas kreu i gjykatës së lartë Sadushi është të vendosur përballë auditorit, duke ju përgjigjur pyetjeve të bëra nga studentët dhe pedagogët. Cila do ishin gjërat që do të arrisnin besimin e publikut, besimin e popullit tek pjesa e drejtësisë, duke marrë parasysh edhe gjithë zhvillimet që shteti shqiptar ka pasur deri më tani. Nëse ai gjyqtari ka arritur të performojë ashtu siç duhet, të jetë etik në sjellje, është pjesa shumë e rëndësishme, që ajo bie në sy më njëherë në atë vëzhgimin që ka qytetari, në raport me profesionalizmin, se jo çdo kush e kupton profesionalizmin ashtu siç duhet. Por sidomos mënyra e sjelljes ndoshta është kryesore në takimet e përdrejtë me cilin do qytetar. Leksioni i hapur me studentët e Departamentit të Drejtësisë në Universitetin e Vlorës është fokusuar tek çështje themelore mbi drejtësinë e re, e cila pavarësisht ndryshimit të standardit ka ende shumë sfida dhe probleme përpara që presin zgjidhje. Rritja e fluksit të pushuesve vendas, por dhe të huaj, të cilët vizitojnë qytetin bregdetar të Vlorës, ka bërë që jo vetëm në fundjavë, por çdo ditë segmentet kryesore të qytetit të prezantojnë trafik të rënduar dhe qarkullim të automjeteve. Situata problematike edhe në këtë ditë të parë të javës. Rritja e fluksit të pushuesve vendas, por edhe të huajve, të cilët vizitojnë qytetin bregdetar të Vlorës, jo vetëm për gjatë fundjavës, por çdo ditë, ka bërë që në segmentet kryesore të qytetit të nisë qarkullimi i rënduar i automjeteve. Për gjatë kësaj të hëne, java e re ka nisur me trafik të rënduar në disa orare në segmentet kryesore rrugore. Akset të cilat kanë pasur më tepër përshëndrim të automjeteve janë kryesisht rrugët që të çojnë drejt Bregdetit. Lungomare Transballkanike si dhe bulevardi Vlorës kanë qenë segmentet rrugore me më tepër trafik dhe për gjatë kësaj fillimjave. Edhe ky fillim jave në qytetin e Vlorës ka nisur me trafik të shtuar në disa zona të qytetit. Ngroja e kohës ka bërë që në disa nga akset kryesore të rritet qarkullimi i automjeteve dhe të ketë trafik në disa zona të ndryshme të qytetit. Mes kaosit të trafikut ka qenë edhe mbrëmja e së dielës, aty ku për gjatë mbrëmjes, gjatë koncertit festiv të sezonit veror, me qindra automjete janë drejtuar drejt plazhit të ri. Kjo ka bërë që duke nisur nga ora 19 e mbrëmjes të së dielës deri në mesnatë, Vlora të zhytet mes kaosit të trafikut. Për shkak të numrit të lartë të automjeteve të përqendruara në të njëjtën zonë, situata ka qenë e pamenaxhueshme. Trafiku i rënduar është ndikuar edhe nga parkimet e automjeteve, shpesh edhe në kundërshtim me kodin rrugor. Nuk kanë munguar as masat administrative të gjobave, kryesisht për mënyrën të parregullt të qarkullimit rrugor dhe parkimit të gabuar, por me sa duket as gjobat nuk kanë dhënë efektin e duhur në përmirësimin e situatës në qarkullimin rrugor. Myftiu i Vlorës, Ardit Hoxhallaku, ka reaguar lidhur me ngjarjen tragjike të ndodhur në Durrës, ku humbën jetën 2 fëmijë dhe mbeti i plagosur një tjetër. Gjatë ligjëratës së xumas, ai e cilësoi përdorimin e alkoolit si një nga shkaqet kryesore të tragjedive që prekin familjet dhe shoqërinë. Myftiu i Vlorës, Ardit Hoxhallaku, ka reaguar lidhur me ngjarjen tragjike të ndodhur në Durrës ditë më parë, ku humbën jetën 2 fëmijë dhe mbeti i plagosur një tjetër. Gjatë ligjëratës së xumas, ai e cilësoi përdorimin e alkoolit si një nga shkaqet kryesore të tragjedive që prekin familjet dhe shoqërinë. A mos vallë, e pyetëm ne atë të dehur se sa kishte pirë, pak apo shumë, 2 familje dhe ju mbyllni dyert. Një familje është akoma në atë shpresën e saj, vallë, do të mjetoj fëmija apo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij thotë: "Kullu muskirin haram." Çdo gjë që deh është haram. Dietarët kanë thënë në lidhje me këtë që çdo gjë e cila ka lënë deh së brenda, pak apo shumë, nuk merret parasysh se sasia që keni në dorë, nëse i konsumoni të gjithën atë, ajo ju deh apo jo, ajo merret parasysh në lëndën që ka. Sepse alkooli është i ndaluar rrethsisht. Dhe kjo nuk do të thotë që ishte pak apo jo. Për ta kuptuar më mirë këtë, do t'jap një shembull. Me që jemi edhe në pragun e haxhit ku haxhilerët do nisen për në haxh. E dim të gjithë që për të shkuar në haxh
Paratë që keni mbledhur duhet të jenë paratë të djersës tuaj. Një për rregull është të mos lini borxhe në mënyrë që kur të shkoni në haxh të jeni të bindur që edhe nëse vdes nuk i kam të borxh, por që kjo është temë e diskutuar. Ajo që është që nuk kanë asnjë lloj diskutimit është që ato paratë duhet të jenë halal. Alkooli është nëna e të gjitha të këqijave, kur njeriu është i dehur, nuk kontrollon më veten. Pas dhejjes kërkon falje, por dëmi është bërë, ke vrar, ke plagosur, ke shkatruar familje, thot Ozllaku. Myftyu ju referua edhe autori të aksidentit, duke theksuar se në momentin kur doli para gjykatës, nuk ishte në gjendje të flista apo të ngrinte kokën, sipasi për shkak të pasojave të alkoolit. Alkooli është nëna e çdo të keqe. Kur je i dehur, nuk e kontrollon dot veten, fillon të kërkosh falje pasi të del dehja. Ke vrarë, ke terë, ke pre, kam qenë i dehur nuk pojme. E me radhë. Si, personi me fjalë që kur doli në gjykat, as nuk qonte të kokën, as të fliste të asnjë fjalë, sa e rrezika se ma në nënë se çfarë kishte bërë. E kush ja ka faj? Ja ka faj në folit? Jo. Ja ka faj në vetja. Thot një dietar, një fjalë që mu më pëlqen shumë, thot nëse ne nuk i mësojmë fëmijëve tanë moralin, rregullat, mënyra se si duhet të jetojë një musliman në jetën e përditshme, nesër kur të rritet ky fëmijë mund të bëhet një hajdut që fal namaz, mund të bëhet një vrasës që agjeron Ramazan, mund të bëhet një tefexhi që shkon në haxh, mund të bëhet çdo lloj pislleku, por që vën ballin në seshtë. Në përfundim, Ardit Ozllaku apeloi për ndërgjegjësim duke theksuar se pasojat e konsumit të alkoolit nuk pretin vetëm individin, por shkatrojnë familje të tëra, duke lënë plagë të thella në shoqëri. O Zoti ynë, mos i largo zemrat tona nga e vërteta pasi i ke udhëzuar ato. O Zoti ynë, na dhuro mëshirë, nga mëshira jote. Ti je dhuruesi më i madh. Allahu na pas në mëshirën e Tij, na drejto dhe na bëj prej atyre të cilët bëhen shembull në jetën e përditshme, në shoqëri, e pse jo edhe në vende të tjera. Porti i Sarandës ka mikpritur këtë të hënë kroqerën luksoze Osterdam me 1867 pasagjerë në bord, duke sjellë qytetin bregdetar një numër të konsiderueshëm turistësh nga vende të ndryshme të botës. Një sinjal ky pozitiv për turizmin detar. Kroqera MS Osterdam bëri në Sarandë me 1867 pasagjerë, tjetër sinjal pozitiv për turizmin detar. Porti Sarandë ka mirëpritur ditën e sotme kroqerën luksoze MS Osterdam, e cila ka mbërritur me 1867 pasagjerë në bord, duke sjellë në qytetin bregdetar një numër të konsiderueshëm turistësh nga vende të ndryshme të botës. Vizitorët, pjesë e një prej anijeve turistike më të njohura që lundron në Mesdhe, kanë zbritur në Sarandë për të eksploruar bukuritë natyrore, historike dhe kulturore të zonës. Një pjesë e tyre pritet të vizitojnë qendrën e qytetit, shëtitoren bregdetare dhe destinacionet më të frekuentuara turistike, ndërsa të tjerë do të zgjedhin ture drejt vendeve ikonike të jugut të Shqipërisë. Mbërritja e kroqerës MS Osterdam konsiderohet një tjetër tregues i qartë i interesit në rritje të turistëve të huaj për rivjerën shqiptare. Saranda vazhdon të forcojë pozitat e saj si një nga destinacionet më të rëndësishme të turizmit detar në vend, fal pozicionit strategjik, klimës së favorshme dhe ofertës së pasur turistike. Prania e afro 2000 vizitorëve përkthehet në një ndikim të drejtë për drejtë pozitiv për ekonominë lokale, duke gjallëruar aktivitetin e bizneseve që operojnë në fushën e turizmit, shërbimeve, transportit dhe tregtisë. Autoritetet portuale në bashkëpunim me strukturat turistike dhe institucionet vendore kanë marrë masat e nevojshme për të garantuar një pritje të organizuar dhe për të menaxhuar fluksin e pasagjerëve gjatë qëndrimit të tyre në Sarandë. Turizmi i kroqerave po fiton gjithnjë më shumë peshë në zhvillimin ekonomik të qytetit, ndërsa mbërritje të tilla konfirmojnë se Saranda mbetet një nga portat më të rëndësishme të Shqipërisë për vizitorët ndërkombëtar që zgjedhin të zbulojnë bukuritë e vendit tonë. Janë përmbyllur me sukses aktivitetet në kuadër të çeljes së sezonit veror. Koncerti festiv i mbrëmjes së diel mblodhi në shesh qytetar të Vlorës si dhe pushues vendas dhe të huaj, ku performuan emrat më në zë të muzikës shqiptare. Për 2 ditë me radhë, eventme të ndryshme sportive, kulturore dhe artistike janë zhvilluar në Vlorë në kuadër të çeljes zyrtare të sezonit.
Në Vlorë përmbyllen me sukses aktivitetet në kuadër të çeljes së sezonit të turistik veror me një tjetër koncert festiv për kënaqësinë e publikut të shumt, qytetarëve të Vlorës, pushuesve vendas edhe atyre të huaj. Mbrëmjen e të dielës performuan të tjerë artistë ndër emrat MNZ të muzikës si Noizi, Elgit Doda dhe Ronela Ajati. Publiku ishte i shumt në numër në plazhin e ri në Lungomare, të cilët ndoqën nga afër këtë event festiv. Okej, Vlora, okej. Në koncertin festiv që u zhvillua në Vlorë foli në skenë edhe kryetarja e Bashkisë Vlorës Brunilda Mersini. Sipas Mersinit, këto evente transmetojnë energjinë e rinis në qytet. Mersini dha edhe një mesazh për të rinjt që ta duan Vlorën, qytetin e tyre. Mirëmbrëma Vlora! Mirëmbrëma Vlora! Kjo skenë nuk është thjesht magjia e një koncerti. Kjo skenë është zemra jonë, është ritmi, është ngjyra e Vlorës. Por magjia sot jeni ju, rinia e mrekullueshme e Vlorës. Shijojeni festën, shijojeni Vlorën, duajeni Vlorën dhe një sezon të mbar me zemër për të gjithë. Vlora! Vlora! Qytetarët e Vlorës pushues vendas të mbërritur nga qytete të ndryshme enkas për koncertin festiv, por edhe të huaj që ndoqën eventin unë shprehën tepër të kënaqur në atmosferë. Ata thonë se kryesisht erdhën për të ndjekur Noizin, të cilin e kanë të preferuarin e tyre. Vlora sipas tyre duhet të ketë më tepër evente dhe aktivitete të tilla festive që t'i japin qytetit gjallërinë e duhur. Sezonin veror e parashikojnë si tepër të suksesshëm, teksa thonë se do të thëjnë çdo rekord për sa i përket numrit të turistëve. Për 2 ditë me radhë, evente të ndryshme sportive, kulturore dhe artistike u zhvilluan në Vlorë në kuadër të çeljes së zyrtare të sezonit turistik veror. Flamurtari qëndroi vetëm një sezon në Super League, ndërsa sezoni i ardhshëm do ta gjejë skuadrën sërish në një rrugëtim në kategorinë e parë. Por çfarë solli këtë situatë flamurtari, keq menaxhimi apo përzgjedhja e gabuar e lojtarëve që veshën këtë sezon fanellën kuqezi? Të ndjekim intervistat me qytetarët sportdashës vlonjat që kanë dhënë sot për Blu Televizion. Flamurtari qëndroi vetëm një sezon në Super League pasi shkthyer sërish një kategori më poshtë. Verdikti në fakt u vulos një javë përpara përfundimit të kampionatit dhe sezoni i ardhshëm do ta gjejë skuadrën vlonjate duke nisur sërish rrugtimin nga kategoria e parë. Por çfarë solli këtë situatë tek Flamurtari? Keq menaxhimi, përzgjedhja e gabuar e lojtarëve që veshën këtë sezon fanellën kuqezi. Sportdashit dhe qytetarët vlonjat në intervistat e tyre fajsojnë mbi të gjitha drejtuesit e skuadrës, por edhe lojtarët. Sipas tyre, në ekip mungojnë lojtarët vlonjat që ta ndjejnë fanellën dhe përgjegjësinë ndaj klubit. Ata theksojnë se në 10 vitet e fundit Flamurtari ka dështuar vazhdimisht, duke humbur identitetin dhe stabilitetin. Ranga kategoria. Po, ranga kategoria u arrollovi për atë për Flamurtari. Sa di çato? Nuk i bën mirë qytetit, duhet të jetë në Super League apo jo? Po, valla. Ai lozi Flamurtari. Lozi mirë, po. Po bëti pse se arbitri. Se ti di me këtu ka kaluar. Dora duhet më të tash këtu ka dhe diçka tjetër. Sipas jush kush e ka fajin, arbitri, trajneri apo presidenti? Arbitri, trajneri, të gjithë këta, po arbitri pa të faj. Është gol për aty e pa diskutueshme. Ai ra të vata të gozi. Megjithatë nuk duhej lënë për momentin e fundit. Po, ashtu është. Sa rave këta, po. Dhe keq dora, është tu për Vlorë, për të Vlorë këtu. Është shumë turp. Nuk do apo ka grab buk në përspira ta që hajde po starade për më të mira. Rroga gjë. Turp i marr Vlora. Pse se ka dhe gomarë Vlora, blet do bish ata atë. Po këm. Pasi Rusi nuk di lojtari i jo. Po në Vlorë. Për të ziu në Vlorë. Ska lojtar vlonjat. Nuk ka lojtar valla. Nuk ka lojtar. Që të gjithëve bashkë është. Që të gjithëve bashkë. Je dakord me këtë përgjigje që po të jap xhaxhaj. I të gjithëve bashkë është. Marrin futbollistët të huaj aty e djonja sa për të paguar parat. I të gjithëve është faj. Edhe jam shumë i revoltuar, unë me origjinë jam nga Pogradeci, po kam 35 vjet që jetoj këtu. Në Vlorë edhe kam pasur shumë a shumë flamurtarin, por është dobët shumë.
edhe ka shumë vështirë për të hyrë në kategorinë superiore. Ja po va them unë. Si e mendon? Ka të vështirë se nuk ka, por duhet të ketë futbollistë valla, që të ikë të çaj futbollistë. Do të thënë është menaxhuar keq. Keq o pasi? Keq. Ne se jemi helmuar në zemër nuk duam. Pse? Bjerë Vlora, me gjitha histori bjerë kategori të dyta, tretë fare. Çfarë do të thotë kjo për Vlonjatën? Më trego pak. Pa Si ka qenë flamurtari dhe si është tani? Pa përgjegjësi e bashkisë edhe ati që drejton. Ja këtë do të them unë, më shumë ati që drejton kush e ka. Pse ka ndodhur? Pse vijnë këto gjëra? Si e mendon ti? Bëjmë biznes, po jo të ndershëm. Se çdo gjë biznes është tani. Është edhimshme historia flamurtarit? Shumë edhimshme. Në gjykimin tim historia në tifoz i vjetër, 50 vjetë më shumë. I flamurtarit, e kem parë që në vitet 70, mos e më përpara. Ka ardhur në rënje? Po tani këto vite e fundi u shkërtua fare, pra ishte bjeri para 10 vjetë që ishte konkurrente për kampion. Flamurtari është kot. Pse? E di pse? Sepse ata janë njerëz me setër, të luftojnë, lozit tamam ashtu. Flamurtari ishte njerë me një kohë. Sot flamurtari. Tani mendon se është faj lojtarëve apo i atyre që e drejtojnë? Jo, sa do të jetë trajneri, ashtu lojtari është lojtar, ka setre, ka los. Kupton? Si e shikon rënjen nga kategoria si një flamurtar me histori? Jo. Tani këta ka mundësit ikën, baruan. Është edhimshme për Vlonjatët? Është edhimshme për Vlonjatët? Po tjetë, është. Ku ishte flamurtari që mbash nam, sot iku, vajti mbaroj. Ska lojtar Vlonjatë? Urdo? Lojtar Vlonjatë, më gojnë lojtar. Them atere, be Rusin Po tani, si e shikon tani? Tani nuk janë lojtarë, nuk lozin ashtu si duhet. Ska fuqut. Nuk janë lojtarë tamam për shëmbari. Rënja e flamurtarit një kategori më poshtë konsiderohet nga qytetarët e Vlorës si një turp dhe fatkeqësi për qytetin. Sipas tyre, skuadra është menaxhuar keq prej vitesh dhe kjo ka sjellë edhe situatën e sotme, duke bërë që vetëm pas një viti në Superligë, ekipi flamurtarit të rikthehet sërish në kategorinë e parë. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Për zhvillime të mëtejshme na ndiqni në faqen tonë zyrtare, si dhe në rrjetet tona sociale. Bashkëmirupafshim.